Në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoni, Maltëzi, në diasporë, zhvillohen festivale të zhandrave të ndryshme të artit popullor në përgjithësi, ku një numër i konsiderueshëm janë folklorik, burimor. Për herë të parë në historinë e festivaleve, zhvillohet festival i kërcimit të bjeshkës. Po ku tjetër, përveç se në Tropoj, në Malsinë e Gjakovës mund të zhvillohet ky festival i tillë. Vallja e Tropoja janë bërë binomi i pandashëm. Nuk ka trev tjetër shqiptare që ta doj, ta ndjej, ta luaj, ta përjetoj vallën e bukur popullore. Por le të kthehemi në objektivin dhe mesazhet e pritshme të telereportazhit ton. Shpallja nga Ministria e Kulturës dhe Akademia e Shkencave të Republikës së Shqipërisë, kthimi si kryevepër të trashëgimisë shpirtërore të kombit, është një ngjarje e shënuar jo vetëm për kulturën kombëtare, por edhe më gjerë. Vërtet është vlerësim i madh, ndonse i vonuar. Përsëri vlen shumë për motivimin e artistëve, krijuesve, interpretuesve dhe gjithë malësisë së treves, jo vetëm për të ruajtur, të pastër, identike, origjinale, por dhe për të investuar tek brezi më i ri, që të familiarizohen, ta ndjejnë si vlerë të çmuar e të papërsëritshme. Festivali, dita apo festa e kërcimit, erdhi natyrshëm, duke hedhur hapa të matur dhe duke konstatuar se në të gjitha festivalet, Vallja e Tropojës është prezente. Organizatorët, koreografi Skënder Hakla i mjeshtri i madh, me kolegët dhe Bashkia Bajramzurit, tregohen modest duke thënë se ky takim është vetëm fillimi i një festivali të përvitshëm me pjesëmarrës nga të gjitha trevat etnokulturore shqiptare. Me rastin e pranimit të Vallës së Tropojës si kryevepër e trashëgimisë shpirtërore e kulturore të kombit shqiptar nga UNESCO, organizatorët e këtij eventi i përshëndes duke u përshëndetur njëkohësisht të gjithëve ju që merrni pjesë. Vallja e Tropojës është një pjesë e rëndësishme e kontinuitetit shpirtëror të kombit shqiptar, është një pjesë e rëndësishme e muzikës popullore e etnofolkut shqiptar, për spontanitetin e saj, për etnizmin dhe lirizmin e saj. Sfilat e kostumeve, i dhasheshit e maleve përreth, i jeshin dhe vezullimin e një velloj shumëgjyrëshe që unifikohet e shkrihet si pjalmi i pemëve në fush e në mal. Dita e parë u zhvillua në sheshin e bukur e piktoresk të qytetit. Pjesëmarrës ishin 3 grup mosha nga Tropoja: fëmijët, të rinjët dhe valltarët veteran të ansamblit Tropoja. Ka ndonjë dallim tek syriot, Vallja Tropojane me vallet tjera? Ka nga dhe Vallja e Tropojës spikasin në krahasim me krajinat e tjera të zonës. Tropoja e bukur nga natyra, Tropoja e ashpër, Tropoja e butë, Tropoja artistike, Tropoja epike. Pra Tropoja është një konglomerat vetish dhe virtutesh njerëzore të shkëlqyera. Pikrisht në këtë trev, pra, me këtë bukuri, me këtë rëbesh, me këtë borë, me këtë ujë, me këtë miliqenie, me këtë lumej të vrullshme të kristalt. Këtu patjetër që do bërojnë nga shpirti i popullit edhe folklori. Dhe pjesë shumë e rëndësishme e folklorit të Tropojës janë vallet. Vallet e Tropojës tani kanë marrë hapësira të tjera. Vallet e Tropojës sot po mësohen në Amerikë, në Kinë,
në çdo vend që kërcehet, Valja e Tropojës sot pra është në modën e botës. Në secilin valle, në secilin filmim që është bë, në çdo moment ke ndjer emocion pavarësisht se je tropojan. Prandaj e them me mburrje, lum ne që kemi këtë art, lum ne që kemi këtë folklor, lum ne që kemi këtë Vallet të Tropojës që tashmë po drejtojnë drejt UNESCO-s. Tashmë ju jeni një server i gjallë. Pra, keni në televizionin, por edhe si operator, si artist. Kam dëgjuar një shprehje që tropojanëve ju kërcen dhe maja e gishtit. Tropojania është artist që nga maja e gishtit e gjerë të flokët. Dhe këtë e ka të trashëguar, e ka sepse buron nga pizmi, lirizmi i zonës që ka. Sot ka gëzim të veçantë, shpallje me fjalë Vallja Tropojane si kryevepër e pasurisë shpirtërore të kombit shqiptar. Dhe ju e dini mirë, nuk ka gëzim sot kudo në kombin shqiptar që mos kërcehet Vallja Tropojane. Valja e Tropojës është një valle e veçantë në tërë Shqipëri. Me thënë drejtën është bërë një punë shumë e mirë, sidomos Skënderakla e ka bërë këtë punë jashtëzakonisht mirë. Se Valja e Tropojës, me thënë drejtën që tuju avash gradualisht ke ka merr një devijim tjetër. Ke ka përzihet në disa motive të valleve të huaja. Jo motivi i Tropojës, por i Tropojës që kemi pas në atëherë. Edhe unë jam gëzuar shumë që Skënderakla është marrë me këtë grup të valleve, vajzave të vogla, të djemve të vegjël dhe të transmetot tamam Vallën e Tropojës ashtu siç duhet. Por themelet i vendosit ju. Në thënë drejtën, themelet i vendosim ne në atë kohë, na kemi kthyer vetëm me daulle dhe me çifteli edhe me fyll. Çfarë do t'i uroje Vallës, po dhe brezave të ri të Vallës së Tropojës? Për Vallës së Tropojës i herë një i uroj një jetë gjatësi jashtëzakonisht madhe, ashtu siç ashtu i Valbons që rrjedh natë ditë. Dhe brezit të ri mos ta humbin Vallën e Tropojës, se kjo është një legjendë, është një gjë jashtëzakonisht e bukur. Gjithë Shqipëria ka valle të bukura, po e Tropojës është e veçantë. Për dosjen e UNESCO-s janë bërë studime, holumtime, takime, konsulta, inskenime në bjeshke sheshe me element të ri për të gjitha motivet e kërcimeve. Ritet, legjendat, kërcime të lira, kërcime loj, tek të gjitha dallohet ana spektakolare, si tek e piket ashote dasmës dhe humoristike. Dita e dytë e festivalit u zhvillua në Bjeshk, në Bjeshkët e bukura. Mbi 100 artistë nga mosha 10 deri në 85 vjeç, si i moshuari Ali Mulaj, u ngjitën me dëshirë e pasion në amfiteatrin e madh të natyrës. Ku vallja, kostumi, pathosi, lëvizjet monumentale, vrullëzimi pushtojnë vetë krishtat e maleve. Magjia e tyre, ahu, pisha, krijon një mozaik e oazë ngjyrash që vetëm vallja, kostumi e artistët tropojan mund ta stolisin bukur e tërheqës.
Ne ndodhemi sot në vendin alpin në bjeshkën e gjatë të Dërgobis, ku gjithmonë më përpara, kur dilnim në bjeshk, vajzat dhe djelët e Tropojës kërcenin dhe këto kërcime i qunin kërcimit e bjeshkëve. Tu kërcenin qikat, kërcenin djelina, pse jo kërcenin edhe burnia. Bjeshka vetë t'jep temperamentin, t'jep lirizmin, janë kërcime më gjalla, janë kërcime që të rinjallin nga vetë bjeshka frymëzohen, t'jepin temperamentin e këtyne bjeshkëve. Sikur dhe zeshti këtyne bjeshkëve është në kërcim, falë sokoll, edhe zeshti nalën në kërcim me vajzat të këtyne bjeshkëve. Sikur edhe djemt nga ujvaret që kanë këto bjeshkë, nga këto pishnat, nërti një epin atë madhështini një kreshniku. Kërcimet ndryshojnë nga zona në zonë, qofse një lodër bjen 2 katësh, mund të kërcejnë 3.000 kërcimtar, se cili shprej individualitetin e ti, shprej botën e mërshme ti, shprej ato që ndjenë, shprej knaksin e ty në bjeshve, shprej sinë otejzve të borës. Se cili kërcimtar flet vetë veti. Vim pasazir Rustemit, Rameftarit, Sylhyks, Sadiklurs, Bajmoks, e tjerë, vjen gjenerata Skënder Haklës, Selma Dems, Besnikos, Regjeptos. Tropoja sot ka një dasëm të madhe, dasëm kombëtare, sepse u bë monument kulture. Kjo është e çmimi më i lartë, edhe jam tepër i gëzuar si arrita unë me gëzuar këtë ditë që sot vallja e Tropojës u bë një monument kulture kombëtare. Falenderoj përzemërsisht profesor Skënder Haklën, i cili me përpushtim të madh edhe ka bërë krijime, unë qysh se fëmijë e njoh, por krijimet e tij janë të pafund. Vazhdimisht ka krijuar valle më të ndryshme. Unë për veti, unë i kam për mi 16 valle që janë të krijuar direkt nga Skënderi. Kërcejnë më mirë vajzat Tropojane apo burrat? Janë dame këto, janë dame. Për burrat kërcejnë burrat, për vajzat meritojnë vajzat atë medaljen. Vajzat normalisht që japin atë hieshin, liriken, japin esencën e vajzërisë, kurse burrat kanë më shumë tradicionalen e pikën, por janë pandashme. Për femrën, përse është e veçantë valli Tropojane, sidomos kur kërcejnë femra? Ka lëvizjet, ka shikimin, ka ndjen. Çdo qelizje e trupit është në lëvizje kur fillon ritmi i kthimit të Tropojës. Çdo qelizje e trupit kërcen vet. Domethënë është gjithçka ndërthurune, me kamen, me shikimin, me kokën, me durt, me gjithçka.
vallet e Tropojës sot kanë pushtuar bjeshkët. Sikur shtoj vallet dalin nga malet dhe mbushet gjithë të malet me vallet, me valltarët që nga 7 vjeç deri në 70, 80 vjeç, ke valltar 80 vjeç. Është një kënaqësi, është tamam një frymëmarrje dhe vërtet valja e Tropojës meriton të jetë një mit dhe është një mit. Valja Tropojane kujton çdo gëzim familjar, të mbush mushkrit dhe të krijon jo vetëm një nostalgji, por të thuar që kur kjo nuk shteron. Është një burim i pashtershëm. Sot jam veshës valltari nostalgjik dikurshëm i kohës së rinisë dhe pikërisht në mbesën dhe me njerëzit e mi këtu jam veshur më shumë për dëshirë dhe për të kërcyer normalisht. Dy ëndra ke patun. Ëndra parë u realizu. U shpall valli Tropojane, monument kulture. Edhe tani, sapo ka fillu të shfaqet ëndra e dytë. Me shpresë, duke mos fluturuar se s'melen edhe mosha, me kam në tokë, dhe shkojnë në UNESCO, dhe pranohet në UNESCO. Kjo rëndësi ka që u pranohet, deklaruar si kryevepër i trashëgimisë shpirtërore të kombit, dhe do të thotë ne kanë pajisur me gjithë të armatim shpirtëror për të punuar e për ta çuar në UNESCO. Niset festën e kërcimit. Ndoshta në kuadër të këtyre gëzimeve? Pikrisht lindi kërcimi si kryevepër dhe ne tash do ta festojmë çdo vit. Ditën e dytë të këtij festimi në Bjeshkë. Po ne jemi sokolet e Bjeshkëve, dhe këtu e kemi mësuar. Jemi në mjedisin ton, jeta jonë është produkt i këtij mjedisi. Edhe truri jonë është kthjelluar në këtë Bjeshkë, në këtë erë bore, në këtë erë pishe, në këtë erë ahi. Vallja është lashtë sa vetë Bjeshkët e Tropojës. Popullsia, ndoshta edhe lëvizja e parë e fëmijës është me ritmin karakteristik të saj. Jo valle, por kcim, thot koreografi Skënder Haklej. Dhe arsyeton, ekziston më herët se sa vallja, ose para valle, apo sinops, apo baza e një valleje të ardhshme. Në Tropojë nuk emërtohet valle e mirëfillt, sepse ka një ndërtim strukturor të lirë e karakteristik në formë e përmbajtje. Vallet shqiptare në përgjithësi ka një krah, nga e majta ose nga e djathta. Kcimi në vetvete nuk ka krah apo anë të përcaktuar strikte, të vendosur një herë përgjithmonë. Kcimi nisë dhe mbaron duke u mbështetur dhe zhvilluar në bazat e individualitetit të interpretuesit. Çdo individ ka të dhënat e tij, dhe pastaj këto të dhëna materializohen në lëvizje e koreografi spontane. Kcimet tropojane janë si bjeshka, të lidhura në raj e të ndara në kreshta. Për vetë edhe strukturën e kcimit, si janë kcime solistike, vetjake dhe improvizuese. Nuk kanë kahje, nga majta ndjata kërcen si të vi. Dhe kërcimtare nuk kërcen herën e dytë si shka kërcy herën e parë. Kjo është knaqësia, ose kjo është gjëja që dallon nga gjithë shka tjetër. Dhe kishte marrë malli bjeshkën për ne. Këto tupanat e këto gjërat, sigur herë shumë edhe bjeshkën edhe forcë, edhe shumë forcë. Unë e kam thënë, duhet ta përsëris prapë që të ngelet si monument.
E kcimet tropajane janë si bjeshka, të lidhura në rrajët e ndara në kreshta. Ja kreshtet e bjeshka. Ne kemi rrajët e lidhura, kreshtet e ndara. Të rritesh mes lojrave është fat. Të privosh nga fati është mëkat. Ta kujtojnë të kaluarën. Së paku sa t'ju lem të ligat e t'ju marrin të mirat. Kush i ka harruar brengat e jetës, kur s'do ja mjekoj plagat vetvetes. Kurse si nuk më shkoqet nga mendja, nga kujtesa, një proverb në të cilit nuk e di nëse kam dëgjuar apo gjëkundi lexuar, thot koreografi Skënder Haklej. Dhe vazhdon. Kush i kthen syt vetëm te e kalura, Zoti ja qërroft njërin sy. Por kush e harron të kaluarën, Zoti ja qërroft të dy. Unë them, kush flet vetëm për të kaluarën, e dekt ora. Por kush gënjen për të kaluarën, ju thaft goja. Kam 7 vjet që punoj me grupin e Tiranës, po ban 3 vjet me grupin e Tropojës. Për arsye se migracioni, lëvizja popullatore janë në Tiranë, ma shumë, në Tiranë, Durrës, dhe ata nuk du t'i lamë që ta harrojnë të traditë. Dhe unë i kom pru dhe për të ballafaquar, për të këmby eksperjencat. Dhe si që shikohet edhe vetë, këta janë të lidhur njëri me tjetrin. Dhe japën e marrën, kanë huadhanën e mënyrës të kërcimit, të motivit bashkë ati burimorit, tradicionalit, duke rujtur karakterin. Kënga dhe vallja në përgjithësi janë shprehja më elegante e shpirtit, dhe specifikisht ato popullore janë pasqyrë e shpirtit, ku lexohet më së miri ndjesia që njeriu ndjen e me pasion e dëshirë i transmeton ato nga brezi në brez, duke maksimizuar dhuntit krijuese e interpretuese të botës së brendshme të njeriut.